Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Ali Ahmeti përmes një letre të hapur ka reaguar ndaj debateve për statusin e gjuhës shqipe duke theksuar se ajo është e drejtë kushtetuese dhe jo çështje negocimi. Kreu i BDI-s nënvizon se marrëveshja e orit mbetet themeli i shtetit dhe çdo përpjekje për ta vënë në pikpyetje cënon të ardhmen e vendit. Ahmeti paralajmëron se çdo tentativë për të relativizuar apo kufizuar përdorimin e shqipes rrezikon stabilitetin dhe besimin ndërmjet komuniteteve. Ish zëvendës ministre e mbrojtjes e Maqedonisë së Veriut, Elfete Ismaili denoncon përjashtimin sistematik të shqiptarëve nga strukturat kyçe të Ministrisë së Mbrojtjes dhe përfaqësimit ndërkombëtar të vendit. Në reagimin e saj, Ismaili thekson se zhvillimet e fundit janë thellësisht shqetësuese duke përmendur si shembull kursin e fundit për oficer. Sipas saj, nga 16 kandidatë të përzgjedhur asnjë nuk është shqiptar. Krahas saj, edhe në misionet diplomatike ushtarake nuk ka asnjë shqiptar, ndërsa në disa ambasada si në Berlin dhe Ankara, përfaqësues shqiptar janë zëvendësuar me kandidatë të nacionaliteteve të tjera. Ziadin Sela nga Alianca për Shqiptarët në Maqedoninë e Veriut i vlerëson të pavërteta pretendimet e kryeministrit Istra Mickovski lidhur me ecurinë e korridorit të 8 në territorin shqiptar. Sipas tij, tentativa për të akuzuar Shqipërinë se autostrada ka mbetur 25 km larg kufirit është një manipulim i radhës, sepse ajo ka qenë një marrëveshje mes dy qeverive për ndërtimin dhe bashkëfinancimin e një tuneli që dhe pikën kufitare do ta zhvendoste në një pozicion më të favorshëm që shkurton dukshëm rrugën dhe mirëmbahet me lehtë. Ziadin Sela akuzon Mickovskin se qeveria aktuale ka shkelur këtë marrëveshje dhe mundohet ta manipulojë. Skandaloze sipas tij dhe pretendimi i kryeministrit kur thotë se Dibra, Kërçova dhe Struga janë me shumicë absolute maqedonase. Deputeti i koalicionit bashkëqeverisës Vlen, Adnan Azizi, deklaron se nuk do të ketë devijime të projektit të korridorit të 8 nga traseja aktuale. Në intervistë për Klik Plus, Azizi sqaron se pengesa janë vetëm disa procedura teknike që lidhen me UNESCO-n. Ne po punojmë me intensitet të plot dhe kemi më realizime të disa kilometrave të cilët për çdo ditë po hapen në këtë segment të korridorit 8. Ne gjithashtu garantojmë shqiptarëve se edhe trasa e cila duhet të lidh korridorin 8 nga deti i Zi deri në Adriatik, respektivisht nga Bullgaria, nëpërmjet Maqedonisë deri në Shqipëri, nuk do të devijohet, veç janë disa procedura teknike që kanë të bëjnë me UNESCO-n, që si gjithë projektet tjera që BDI ka nisë dhe i kalon përgjithësëm për fajin e vet, duke ndarë para vazhdimisht dhe duke mos realizuar, domethënë, as spaku 1 kilometre të atij korridori që është shumë strategjik. Rajoni. Kryeministri i Kosovës paralajmëroi takime me opozitën lidhur me çështjen e presidentit. Pas interesimit të gazetarëve, Albin Kurti u përgjigj pozitivisht teksa po shkonte në zyrën e grupit parlamentar të lëvizjes Vetëvendosje. Kur ka kaluar mbi një javë që kur gjykata kushtetuese vendosi që presidenti të zgjidhet një afat prej 34 ditësh, shumica në pushtet ende nuk ka bërë asnjë lëvizje. Edhe më herët, Albin Kurti paralajmëroi takime me kryetarët e partive opozitare, por tha se më parë nevojitet konsultimet e brendshme. Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës deklaron se synimi i shumicës në pushtet është të marrë kompetencat e presidentit të Republikës pas mbarimit të afatit të Vjosa Osmanit. Në një konferencë për shtyp nga ambientet e Kuvendit të Kosovës, Ramush Haradinaj tha se lëvizja Vetëvendosje dëshiron që ushtruesi i detyrës e presidentit të jetë kryetari i Kuvendit Albulena Xhiu. Duket që në VV kanë një plan në kohë. Pra fillimisht për ata është më rëndësi që kryetaria e Kuvendit të jetë edhe ushtruesi detyrës presidentit, pra nuk po nguten para datës shpesh, pastaj shohim që do ta menaxhojnë, po ne varemi nga iniciativa e tyre. Pra është e pamundshme opozita me marrë iniciativën e temë si kjo. Ju dini na janë dhënë 34 vjet, 10 prej tyre shkuan, po shihet qartë që është e lidhur me datën kur presidenti aktuale kryen mandatin, ushtruesi detyrës presidentit vjen në zonën e Xhiu, pra VV po pret. Haradinaj konfirmoi se kjo forcë politike ende nuk ka vendosur se si do të veprohet me votat e saj për zgjedhjen e presidentit të Republikës. Ka vota, 6 i ka, po nuk i ka të përcaktuar si me vepru. Ju thash edhe një herë nuk kemi asnjë zhvillim, çfarë do natyre qoftë, edhe shihet qartë pra, që ka të bëjë me kohën. Po pritet 5 prilli, që me shku zonë e Osmani, me qenë ushtruesi detyrës presidentit zonë e Xhiu, e pastaj ta shohim çka bëjnë. Komuniteti rom, ashkali dhe egjiptian do të regjistrojnë falas në Kosovë. Vendimi i qeverisë është bërë i ditur nga Ministri i Administrimit Pushtetit Lokal. Regjistrimi i falas e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian do të dëshmojë përkushtimin tonë ndaj përfshirjes, duke siguruar që të gjithë anëtarët e shoqërisë të njihen dhe të kenë qasje në shërbimet komunale, shkruan Albert Krasniqi.
Ekonomia e Kosovës ka shfaqur ngadalësim gjatë vitit të fundit, ndërsa e rritur presionet nga inflacioni. Vlerësimi është bërë nga Fondi Monetar Ndërkombëtar. Sipas raportit, rritja ekonomike ka rënë në 3.6% në vitin 2025, krahasuar me 4.6% në vitin 2024 si pasojë e dobësimit të eksportit dhe kërkesës private, ndërsa inflacioni ka vijuar të rritet duke arritur në rreth 5.7% në janar 2026, kryesisht për shkak të rritjes së çmimeve të ushqimeve. Krahasaj, deficiti u thellua në 9.2% të prodhimit bruto vendor si rezultati i importeve më të larta të energjisë dhe ushqimeve. Për vitin 2026 parashihet një ngadalësim i mëtejshëm i rritjes ekonomike në 3.3%, ndërsa inflacioni mund të arrijë në 5.9%, ndërkaq pritet të stabilizohet gradualisht në vitet në vijim. Qeveria e Kosovës do të marrë dhe 80 milion euro kredi nga Franca. Para miratimit nga Komisioni për Buxhet me 9 vota pro, asnjë kundër dhe asnjë abstenim, Ministri i Financave Kurran Murati vlerësoi se marrëveshja synon rritjen e mbështetjes së Republikës Kosovës në sektorin energjetik në kuadër të planit të rritjes së Bashkimit Evropian. Dhe ideja synimi këtu është që në kuadër të reformave që parashihen në planin e rritjes, të ketë thellim në reforma të më të tjeshme sa i përket sektorit të energjisë. Pra AFD franceze dhe KfW gjermane kanë vendosur të na mbështesin me reforma shtesë edhe në legjislacionin sekondar apo në reforma tjera institucionale të cilat nuk parashihen domosdoshmë në planin e rritjes në thellësinë e duhur. Kosova do të ketë dhe 5 impiante të reja për trajtimin e ujrave të ndotura, si dhe një objekt për magazinimin e kimikateve. Pritet të ketë përmirësime të ndjeshme në reduktimin e ndotjes së lumit Sitnica, me vlerë 12 milion euro. Projekti financohet nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga UNOPS në bashkëpunim me Ministrinë e Ekonomisë, Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor dhe Korporatën Elektrogjitike të Kosovës. Ministri i Ekonomisë e Kosovës, Artan Rizvanolli, tha se projekti është një hap i madh drejt të mbrojtjes së mjedisit në vend. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Ambasada amerikane në Tiranë paralajmëron për sulme nga Irani. Në mesazh thuhet se grupet e lidhura me Iranin mund të shënjestrojnë subjektet e lidhura me Shtetet e Bashkuara të Amerikës ose elemente të opozitës iraniane në Shqipëri. Objektivat të mundshëm janë vendet turistike, qendra tregtare, hotele, klube dhe restorante. Ne inkurajojmë qytetarët amerikanë të ushtrojnë vigjilencë të shtuar, thuhet në mesazhin e ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë. Ministri i Ekonomisë dhe Inovacionit në Shqipëri, Delina Ibrahimaj, deklaron se sulmet kibernetike ndaj sistemeve tona janë të pashmangshme, por deri më sot nuk kanë shkaktuar dëme të pariparueshme. Në një konferencë për mediat pas mbledhjes së qeverisë, Ibrahimaj tha se investimet në këtë fushë do të vazhdojnë pasi ardhmja është digjitale dhe luftrat do të jenë të tilla. Botën e zhvillimeve të teknologjisë, në botën e zhvillimeve të sistemeve, çka nuk mund të evitohet janë të tilla lloje sulmesh. Ne kemi në monitorim të vazhdueshëm nëpërmjet AKSK-s, që është Agjencia Kombëtare e Sigurisë Kibernetike, të gjithë stafin dhe të gjithë infrastrukturën e duhur me qëllim që ne të vëzhgojmë dhe të monitorojmë në kohë reale të gjitha sulmet kibernetike që i drejtohen sistemeve tona dhe do të vazhdojmë të investojmë në këtë drejtim pasi e ardhmja është digjitale dhe sigurisht që luftat e të ardhmes do të jenë luftat digjitale. Këshilli i Ministrave miraton rregullat e etiketimit të produkteve me ndikim në energji. Në një prononcim për mediat pas mbledhjes së qeverisë, Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë, Nea Karakaçi, u shpreh se deri më sot ka pasur rregulla të fragmentuara për sa i përket etiketimeve të produkteve me ndikim në energji. Për gjitha ato pajisje, le të themi, elektrike, të cilët kanë etiketimin sipas normave të Bashkimit Evropian, ku kategoria A është me ndikimin me tulet energjetik dhe pastaj vijon me poshtë. Kemi rreth 17 rregulla për sa i përket këtyre elementeve të etiketimit. Sipas tij, akti është i rëndësishëm sepse i ofrohet për herë të parë konsumatorit një qasje integruar e të gjitha ndikimeve të produkteve në energji. Qeveria shqiptare do të likuidojë 10% të faturimit të fermerëve si pjesë e paketës mbështetëse. Premtimi vjen nga Ministri i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural pas mbledhjes së Këshillit të Ministrave. Një nga subjektet fermer duhet të autofaturojë, se të faturojë 10 milion lek, do të marrë në llogari 1 milion lek. Në pjesën e mbështetjes është nga mbështetje më të mëdha, të cilët do të përfitojnë drejt për drejt pas një procedurë vetëm me autofaturimin, i cilin do të dërgojnë pranë tatimeve. Vendimi është marrë në kuadër të paketës mbështetëse për bujqësinë për vitin 2026, përmes saj synohet të ulen kostot për fermerët. Në një konferencë për mediat, Andi Salla deklaroi se qeveria akordoi 5.2 miliard lek në mbështetje të tyre.
Vlera e cilën ne kemi akorduar pikë 5.2 miliard lek këtë vit pranë AZBR-s për mbështetje ndaj fermerëve është në konceptin për të ulë koston dhe ne kemi bërë një proces gjithëpërfshirës që të gjithë fermerët të angazhohen dhe të jenë pjesë e kësaj pakete. Krahas asaj është miratuar dhe vendimi që procedurat e prokurimit publik për sektorin e peshkimit të kalojnë në kompetencë të bashkive, ndërsa procesi do të zhvillohet online përmes platformës Albania. Qeveria shqiptare miraton rregulloren e re për përdorimin e hapësirave publike. Ministri i Shtetit për Pushtetin Vendor, Ervin Demo, deklaroi pas mbledhjes së qeverisë se ky akt synon të adresojë një nga problematikat më të mprehta në komunitet. Krahas këtij rregulloria do të sjellë rrezikë sa i përket një unifikimi të të gjitha praktikave në nivel kombëtar, ndërsa njësitë e qeverisë vendore do të kenë fleksibilitet për të adresuar specifikat lokale përmes vendimeve të këshillave bashkiake. Do të adresoj një nga problemet më akute që ne kemi përgjithsisht në komunitete, kur flasim për të drejtën që kanë qytetarët për përdorimin e këtyre hapësirave publike, gjithmonë në të mirën e familjeve, por në të njëjtën kohë duke garantuar po ashtu mundësi për sa i përket zhvillimit që subjektet duhet të kenë nga pikpamja e aktivitetit tregtar. Rregulloria në fakt do të sjellë risi për sa i përket një unifikimi të gjithë praktikave në nivel kombëtar, ku ne tashmë do të kemi rregulla të qarta për sa i përket mënyrës se si mund përdoren hapësirat publike, por po ashtu bashkitë janë tashmë në të njëjtin shtrat për sa i përket sistemit rregullativ dhe po ashtu ka specifika të caktuara ku bashkitë do të kenë mundësinë për t'i adresuar ato nëpërmjet vendimeve të Këshillit Bashkiak. Klasat e 4-ta dhe të 5-ta në Shqipëri këtë vit do të kenë tekste shkollore falas. Ministri i Arsimit Mirela Kumbaro njoftoi vendimin e marrë nga Këshilli i Ministrave. Përfitues nga ky vendim janë rreth 9.000 nxënës. Në qoftë se e kishin deri në klasë të parë, të dytë, të tretë, shtuam me vendimin e sotëm dhe me financim të Ministrisë së Arsimit rreth 43 milion lekë të reja, tekstet falas të reja çdo vit edhe për klasën e 4 dhe për klasën e 5. Bëhet fjalë për rreth 9.000 nxënës, por më shumë kur flasim dhe për anën financiare bëhet fjalë për rreth 9.000 familje, të cilat do t'i përfitojnë tekstet falas dhe nuk do t'i kenë më barë në buxhetin e tyre, po as nuk do t'i marrin tekstet të përdorura. Ndërsa do të vjojë dhe pajisje me tekste të reja çdo 3 vjet për nxënësit e klasave të 6-ta dhe të 9-ta. Në të njëjtën kohë dua të theksoj që do të procedohet me të njëjtën logjik një herë në 3 vjet dhe për klasën e 6 deri të 9, po duke qenë se janë fëmijë më të rritur, dinë të mirëmbajnë tekstet edhe për një periudhë 2 deri 3 vjeçare. Bota. Irani njofton se po lejon anijet të kalojnë në përngushtitën e Hormuzit për sa kohë që ato nuk i përkasin agresorit dhe nuk janë të lidhura me të. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit, Esmail Bagaei, thotë se Irani nuk do të tolerojë një cikël vicioz lufte, negociatash dhe armëpushimi. Bllokimi i ngushticës së Hormuzit ka vendosur në vështirësi të gjithë ekonominë globale, pasi në të kalon rreth 20% e sasisë së përgjithshme të naftës së lëngshme që shfrytëzohet nëpër botë. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.